Kandidatja e Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore në qarkun e Vlorës, Monika Hasani Hoshafi, vijon takimet me qytetarët. Së fundmi ajo është takuar me gratë e rajonit numër 2, ndërsa sipas saj në qendër të diskutimit ishte intensifikimi i punës për realizimin e qëllimit përfundimtar, fitoren e Aleancës për Shqipërinë Madhështore më 11 maj. Sipas kandidates së Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore në qarkun e Vlorës, Monika Hasani Hoshafi, motivimi për fitoren është në qendër të vëmendjes tek secila prej grave, duke thënë se e pa atë në sytë e tyre, në sytë e shpresës. Ndërkaq, kandidatja e Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore në qarkun e Vlorës, Monika Hasani Hoshafi, u takua edhe me përfaqësues të bizneseve të fasonerisë së qytetit. Sipas saj, programi i Partisë Demokratike ndihmon bizneset përmes lehtësirave fiskale dhe krijon klimë miqësore për ta. Kandidatja Hoshafi shpreu mirënjohje për mikpritjen e përfaqësuesve të biznesit fason, por edhe të punonjësve të tyre, ndërsa u prezantoi programin e Partisë Demokratike për lehtësira fiskale dhe rritjen e pagave.